Me datën 30 nëntor 2025, në sallën e Kuvendit të Komunës së Tuzit, u mbajt prezantimi i librit Atletet e Lirisë i autorit Gjergj Dedaj. Ngjarja u zhvillua të dielën në orën 10:30, dhe mblolli të pranishëm nga jeta kulturore, intelektuale dhe shoqërore e Malësisë, të cilët ndoqën nga afër këtë promovim. Libri Atletet e Lirisë sjell rrëfime, dëshmi dhe portrete të figurave që kanë kontribuar në rrugtimin e lirisë dhe identitetit kombëtar, duke i paraqitur lexuesit një pasqyrë historike dhe emocionale të sakrificave dhe përpjekjeve të gjeneratave të ndryshme. Është nësi e veçantë se sot jemi mbledhur së bashku për të festuar lindjen e një vepre të re këtu në Malësi, që na vjen, Atletet e Lirisë të autorit Gjergj Dedaj. Një libër që jo vetëm pasuron bibliotekat tona, por dhe mendjen, zemrën dhe natyrisht njohuritë tona për një cep të trojeve shqiptare, ndoshta ndër më të rëndësishmit Kosovën tonë. Është nder e kënaqësi edhe për mua që sot këtu të jap një vështrim të këtij librit, të përshëndes autorin, të uroj mirëseardhjen e tij këtu në Malësi, në qendrën e saj Tuzin. Libri Atletet e Lirisë është një vepër dokumentare që përmbledh më shumë se 3 dekada veprimtari politike, kombëtare dhe diplomatike të autorit Gjergj Dedaj. Një prej figurave qendrore të liberalizmit kosovar dhe bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit historik Ibrahim Rugova. Vepra përfshin një kombinim të fotografive, historike, dokumenteve të rëndësishme, kujtimeve personale, përshkrimeve të figurave politike kombëtare, analizave dhe zhvillimeve shtetformuese të Kosovës. Ky material vizual dhe dokumentar i jep librit karakter arkivor dhe kujtësor, duke bërë një kronik të vlefshme të periudhës vendimtare 30 vjeçare për krejt kombin e në veçanti Kosovën. Dedaj e shkruan librin si kryetar i liberalëve të Kosovës për shumë vite, duke paraqitur rolin e kësaj partie në proceset demokratike dhe shtetformuese, bashkëpunëtor i Rugovës, me kujtime të drejta nga skena politike, takime, udhëtime dhe momente vendimtare. Veprimtar i çështjes kombëtare, duke përfshirë periudhën e luftës dhe mbështetjen e tij për UÇK-n, diplomat që më vonë ka shërbyer në pozita shtetërore jashtë vendit, duke kontribuar në ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës. Libri po ashtu ofron një panoramë të gjerë të zhvillimeve politike para dhe pas luftës, procesit të pavarësimit, ndërtimit të institucioneve të shtetit, raporteve të Kosovës me partnerët ndërkombëtar, si dhe personaliteteve të cilët autori i quhen Atletet e Lirisë, pra ata që kontribuan në mënyra të ndryshme në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ky libër pa dyshim vlen si burim dokumentar për historian, studiues dhe lexues të interesuar për politikën kosovare. Album historik, sepse përban një numër të madh fotografish autentike, dëshmi personale që shpjegon nga brenda lëvizjet dhe ngjarjet që kanë shënuar historinë e re të Kosovës. Gjergj Dedaj lindi me 23 prill të vitit 1954 në Gjakov. Ka studiuar filozofi dhe sociologji në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 1991, Dedaj ishte ndër themeluesit të liberalizmit të Kosovës dhe Partisë Liberale të Kosovës, u emërua kryetari i partisë dhe ka luajtur rol aktiv gjatë periudhave vendimtare të Kosovës, para luftës, gjatë luftës dhe pas saj. Dedaj ka shërbyer në poste të ndryshme qeveritare me vonë, ai u emërua ambasador i Kosovës në Maqedoninë e Veriut. Te autori gjejmë lidhjet personale me luftën dhe sakrificat ku gjatë luftës për pavarësitë të Kosovës, 12 antar të familjes së tij ishin vrarë. Kjo humbje personale i jep dimension emocional dhe historik të fortë rrëfimit të tij dhe autoritetit moral kur flet për sakrificën e kombit. Partia Liberale e Kosovës, me të cilaj lidhet Dedaj, ka qenë antare e Internacionales Liberale dhe strukturave liberale evropiane.
duke ndërkombëtarizuar kështu e kësaj çështjen e Kosovës. Për më tepër, ai është komentuar si figurë që ka takuar personalitete ndërkombëtare si politikan evropian, diplomat dhe udhëheqës të profilit të lartë dhe i ka sjell këto përvoja në veprimtarinë e tij diplomatike. Libri Atletët e Lirisë, e cila përfshin periudhën 1991-2021, 30 vite veprimtari që promovojmë sot këtu në Tuzë, doli nga shtypi para një viti. Libri është një kronik dokumentar publicistik, sipas autorit dhe recensentëve, ai përmbledh ngjarjet kryesore, politike, shoqërore dhe diplomatike që kanë karakterizuar rrugtimin e Kosovës nga viti 91 deri në vitin 2021. Struktura e librit është kronologjike, Deda i përshkruan jo vetëm përvojën personale dhe familjare, por edhe zhvillimet kolektive, protesta, marrëveshje, tubime, diplomaci, institucione ndërkombëtare. Në veçanti e rëndësishme, libri është shumë voluminoz, me 613 faqe. Libri përmban foto, dokumente, faksimile, analiza, shumë materiale vizuale dhe tekstuale që e bëjnë atë jo vetëm një rrëfim, por edhe një arkiv historik. Në Atletët e Lirisë, Dedaj nominon në termin Atletët e Lirisë jo vetëm politikanët dhe diplomat, por dhe figura ushtarake, heronj kombëtar dhe martir, njerëz që kanë kontribuar direkt apo indirekt në lirinë e Kosovës. Ai tregon për figura si Adem Jashari, familjet e fliuara dhe lideret e tjerë. Përveç kësaj, ai pasqyron takime me personalitete ndërkombëtare si politikan amerikan, evropian dhe diplomat të lartë. Një aspekt që vlen vëmendje, Dedaj diskuton jo vetëm luftën ushtarake, por edhe luftën ideologjike dhe diplomatike. Si është menaxhuar imazhi i Kosovës në arenën ndërkombëtare, si janë motivuar partnerët perëndimor, cilët janë atletët e lirisë sipas tij. Si burim i pasur dokumentar me foto, faksimile dhe analizi, libri është një arkiv me vlerë të madhe për historianët, studiosit dhe lexuesit e interesuar për krizën dhe lindjen e Kosovës. Këtu gjejmë edhe dimensionin moral. Historia personale, humbja antarëve të familjes, i jep rrëfim pesh emocionale dhe leadershipi i tij kombëtar e ndërkombëtar. Si çdo vepër që përfshin memori personale dhe interpretim politik, ekziston rreziku i subjektivitetit. Disa ngjarje mund të paraqiten sipas perspektivës së autorit. Dërsa libri ka volum të madh dhe informacion të pasur, lexuesi mund të kërkojë burime bashkëkohore të pavarura që verifikojnë disa nga deklaratat ose subjektet e përmendura. Disa njerëz politik mund të bien dakord me interpretimet e autorit, sidomos kur flitet për diplomaci dhe lidhje ndërkombëtare. Kjo është normale në librat me natyrë autobiografike politike. Libri Atletët e Lirisë i Gjergj Dedaj është një vepër shumë dimensionale. Është histori politike, është rrëfim personal dhe dokument diplomatik. Ai përkul dy aspekte: angazhimin e gureve themelor të lirisë, politik, ushtarak, ideologjik, dhe i ligjeron ato në një formë që ftojnë lexuesin të reflektojnë mbi sakrificat, idealet dhe pasojat e lirisë. Për ata që janë të interesuar për historinë moderne të Kosovës, për politikanët shqiptar, për diplomacinë pas luftës dhe për rrëfime personale të betejave kombëtare, ky libër është një burim shumë i vlefshëm. Gjithashtu mund të jetë mjet edukativ për brezat e rinj që duan të kuptojnë më mirë rrugtimin e Kosovës nga 90 nishi deri në 20 nishi. Me një përmbledhje, urdhri kalor si Skënderbeut, i ndarë nga shteti jam i të gjithë neve, i shkon për shtatë Gjergj Dedaj. Falenderit juve që me dëgjuat, e Zoti Dedaj që ndau këto momente me ne këtu në Malsin, e identifikuar me shumë vlera e personalitete, e në veçanti Dëxhe Lulin e Trik Smajlin. Falenderit. I nderuari Gjergj Dedaj, mirë se vini në Malsin tonë.
Ardha juaj në mesin ton lumturon të gjithë neve. Ardha juaj në Malësi vërteton faktin se lidhjet e Malësisë me Kosovën janë hyjnore. Ato, askush dhe askur nuk mund t'i ndaj. Sukseset e njëra tjetrës lumturojnë edhe kosovarët edhe malësorët. Zonja dhe zotrinj, kur një vepër e shkruar përmban rreth 650 faqe, kur në këtë vepër ndodhen përshkrime dhe fotot e personave më meritor të lirisë së Kosovës, siç janë Bill Clinton, Ibrahim Rugova dhe Adem Jashari, kur vepra mbyllet me fotot e flamujve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Unionit Evropian, kur vepra dashmon 30 vite aktivitet kombëtar të autorisë së saj në rrugë të Zotit dhe kombit, atëherë ajo vepër meriton nderimin e lexuesit dhe shërben si mostër për brezat e rinj se si duhet vendlindja dhe kombi vet. Kur autori një vepre të tillë rrjell prej familjes e cila në altarin e lirisë dhe kombit fali shpirtrat e 12 antarëve të vet, atëherë vepra fiton dimensionin mallështor dhe nderim brez pas brezi dhe mbetet e skalitur në analet e historisë kombëtare. Një vepër e tillë doli nga shtypi para mes një viti. Autori e titulloi me emrin Atletët e Lirisë. Autori i saj është Gjergj Dedaj. Ai lindi në vitin 1954 në Gjakov. Lindi në një familje ku dashuria për kombë e dhe ishin hyjnore. Familja e tij për lirinë e Kosovës bëri kurban 12 antar të vet. Nga familja Gjergji mori cilësitë më të mira njerëzore. U arsimua në Kosovë, ku edhe diplomoi në Universitetin e Prishtinës, në katedrën e filozofisë dhe sociologjisë. Mbas shembjes së komunizmit në Evropën juglindore dhe në Jugosllavi dhe hapjes së pluralizmit në Kosovë, në vitin 1991 themelon Partinë Liberale të Kosovës. Gjergj Dedaj ka qenë nënkryetari i Parlamentit të Kosovës, antar i Këshillit Transitor të Kosovës, deputet i Kosovës, diplomat, nënkryetar i Internacionales Liberale Meseli në Londër, antar i Këshillit të LDR-s Meseli në Bruksel, antar i delegacionit të Kosovës në Rambuje. Për aktivitetin e vet politik dhe kombëtar në mes tjerash është shpërblyer me shumë çmime. Vet do të veçoja 2 prej tyre. Ka qenë kandidat për çmimin e lirisë të Internacionales Liberale Meseli në Londër dhe është pall qytetar nderi i qytetit të Lezhës. Gjergj Dedaj ishte një ndër politikanët më aktiv nga Kosova në vitet e 90-ta të shekullit të kaluar, pjesëmarrës i aktivitete politiko-nacionale në Kosovë dhe Evropë. Për zgjedhjen e çështjes së Kosovës kishte bërë takime dhe kishte marrë pjesë në aktivitete me burrat dhe gratë që udhëhoqnin politikën evropiane dhe amerikane në atë kohë siç janë Lordi Russell Johnson, Elliot Engel, Bill Clinton, Papa John Paul I parë, Tony Blair, Richard Holbrooke, Madeleine Albright, William Walker, Javier Solana, Wesley Clark dhe shumë të tjerë. Ai është i martuar dhe ka 5 fëmijë, jeton dhe vepron në Prishtinë. Përveç gjuhës amtare, flet rrjedhshëm gjuhën angleze dhe gjermane. Të nderuar, para një viti nga shtypi doli vepra e tij e titulluar Atletët e Lirisë. Vepra është voluminoze dhe mund të konsiderohet si vepër monografiko-historike. Ajo përfshin periudhën kur Kosova ishte në zenitin e apartheidit serb, periudhën kur kosovarët krijuan subjektet e veta nacionale dhe filluan punën e ndërkombëtarizimit të çështjes së Kosovës, në krye me ish presidentin Ibrahim Rugova. Lexuesi duke lexuar veprën dhe duke u njoftuar përmes saj bindet se Ibrahim Rugova është lideri më i madh politik shqiptar i të gjitha kohrave në krejt trojet etnike shqiptare. Vepra vazhdon me përshkrimin e luftës së UÇK-s dhe rënien heroike dhe lumturimin e Adem Jasharit si heroi më i madh i kombit ton. Duke lexuar veprën, lexuesi njoftohet me masakrat dhe me gjenocidin serb në Kosovë. Po ashtu, kapitulli i rëndësishëm i veprës është edhe konferenca e Rambujes, ku si pjesëmarrës i saj ishte edhe vetë Gjergj Dedaj. Po është vepra sjell fakte të tjera për çlirimin e Kosovës dhe shpalljen e pavarësisë me 17 shkurt 2008. Në libër përshkruhet edhe kontributi krucial i diasporës shqiptare,
në sensibilizimin e çështjes së Kosovës dhe fakti se diaspora shqiptare ka ameritën kryesore në çlirimin e Kosovës. Po ashtu në libër përshkruhet edhe ndërtimi i institucioneve shtetërore, partneriteti strategjik dhe historik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO. Pra, libri Atletet e Lirisë është një studim me shkrim mbi temën e Kosovës në një periudhë të caktuar dhe karakterizohet nga një qasje unike dhe analitike. Autori është mbështetur në fakte, të cilat në shumicën e rasteve ka qenë edhe vetë prezent dhe ka dhënë kontributin e çmuar. Vepra është monografi e rrugtimit politik të autorit dhe kontributi që ka dhënë Partia Liberale e Kosovës, të cilën e udhëheqi në sensibilizimin e çështjes së Kosovës në hapësirën kombëtare e posaçërisht ndërkombëtare. Libri i Gjergjit ka vlerë edhe historike, sepse në të gjendet materiali dorës së parë për historianët që do të merren me të ardhmen e afërt dhe të largët me Kosovën dhe luftërat e saj për liri dhe pavarësi. Në përgjithësi, libri është realizuar fal angazhimit të autorit, jetës së tij intelektuale, akademike, politike dhe shoqërore. Libri është historik, sepse përmes tij çdo kush mund të njoftohet me aktivitetet kryesore që janë zhvilluar nga personalitetet dhe personat më meritor kosovar, kombëtar dhe botror në fund të shekullit të kaluar dhe në fillim të shekullit tonë që Kosova të çlirohet nga zgjedhja serbe dhe të shpallë pavarësinë e vet. Është historike sepse faktet e dokumentuara në libër mbeten si fakte të shkruara për një periudhë që kaluan Kosova dhe kosovarët. Libri mbetet si kujtim mbi ata që shkrin veten për lirinë e sotshme të Kosovës dhe mbetet si amanet për brezat e ardhshme se si duhet të duhen toka dhe kombi i vet. Ju falenderit për vëmendjen. I nderuar zoti Gjeloshaj, zonja dhe zotni, motra dhe vllazën, kam dëshirë ta falenderoj zotin Nosh Sama, i cili ma organizoi dhe ma boni të mundshme që me e sjell këtë cop libri Malsin e Det Xholulit, pikrisht në vigjilje ditës flamurit, në vigjilje pavarësisë së Shqipërisë, dhe ka kalova këtu e pash edhe Gjergj Kastriotin, i cili me shumë krenari qëndron këtu mes malsorve, të utave shqiptare e ilire, e Gjergj Kastriotave që me shekuj qëndruan këtu pa thyshëm dhe të pa mposhtën. Hera parë në jetën time që kam dalë jashtë Kosove në vitet e 70, 68, 69, ka qenë rrugtimi im Gjako-Tuz. Në jetën time hera parë. Kam marrë për shënjën, për fesën e Shënxonit, ka qenë një djalë nga Sokruqi, Mark Samaj, në Zanës, në gjimnaz Gjako vitin e parë, e kemi pi gjakun sepse ishte disisi i vetmuar në Gjako dhe shpesh në vikende e mesha në familjen time dhe jemi kujdes krejt familja jonë si me qenë një vlla jonë edhe bona vlla, edhe çdo antar familjes same, edhe çdo njeri Tuzit për mu edhe qenjen time është vlla i gjakut dhe i traditës time. Unë nuk jam shkrimtar, as nuk jam politikan, as nuk jam diplomat, unë jam vetëm një misionar, një shërbëtor i Kosovës, i betum para 3 vorreve, ku në vitin 1993, kohën e reformës agrare, me bajoneta, me mytën 3 antarë, që unë si kam pa kurrë të familjes, sepse edhe atëherë kërkonin liri dhe barazi. Dhe jam shku vitet 90 të vorët e tyre në vendlinjen time, dhe jam betu që
krejt jetën time, shka ka qenë para meje, e derisa të vdes, do t'ja kushtoj misionit tëne, dëshirës tëne për ta bërë dhe Kosovën një vend të lirë, të pavarur dhe sovrane. Asnjëherë mbi bazat e urrejtjeve nacionale, pa marrë parasysh, domethënë, përkatësitë e banorëve të Kosovës, përkatësitë etnike, përkatësitë fetare, racore, gjinore, sepse mbi gjitha jemi njerëz dhe njeriu është qenia universal ma e çmuara në jetë. Dhe kur kam pa me sytë e mi se çfarë edhe si na trajtonin režimi prej Rankovicit, edhe režimi i Miloševićit, atëherë jemi bë trima me zor. Jemi bë pak edhe agresiv, edhe kemi dal ball për ball, me dur thot, me krahnorin ton, gjitha këtyre sfidave për më mujt me realizu lirin dhe pavarësinë e Kosovës. Vitet e 90-ta, kur në 89-ën veç u okupu, Serbia bëri invazion në Kosovë, atëherë u themelu Liga Demokratike e Kosovës në krye me presidentin e urtë dhe historik, Ibrahim Rogova, që është emblema e lirisë dhe pavarësisë Kosovës, edhe për më mujt me të regu gjaja se edhe na dojmë me zhvillu një pluralizëm paralel nën okupim dhe nën sondimin e egër sërb, e kam themelu me bashkëpunëtorët e mi, njëri për tyre është këtu profesor Krist Nresaj, që më ka shoqëruar edhe këtë rrugë, më ka shoqëruar në gjitha takimet ku kam pasur në botë dhe gjitha demonstratat për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Edhe kemi themelu Partinë Liberale të Kosovës. Edhe vllazët e mi e motrët e mia. Nuk e kemi themelu partinë për pushtet, por kam menduar atëherë se Partia Liberale e Kosovës do të jetë ai Chelsea që ka më hap krejt dyrt e Kosovës në Evropë dhe në botë. Dhe ka qenë partia më e suksesshme, edhe më e suksesshme se LDK-ja, në aspektin diplomatik dhe në marrëdhënie ndërkombëtare. Edhe s'kemi lënë zyrën në botë, pa hap, pa qel, e pa dërgu mesazhin dhe amanetin e Kosovës. Edhe në kohën atë, kur na është dashur ka gjysore më shpjegu ku gjinet Kosova se nuk e dinin as gjeografikisht ku është. U deshke me marrë dhe një hartë, një atlas me veti, më ju të regu me kanë kufizohet dhe ku është Kosova dhe shka dërë në Kosova. Kam përjetime fantastike, katastrofale, tragjike dhe komike në këtë rrugtim, sepse njerëz, bilim ka thonë, kur i kam thonë Kosova, më ka thonë është kjo pjesë e Kinës, është ka hinë në Kinë, gjithçka, po ato nuk du më u thëllu. Një gjamë vjen kesh, se sot është ditë e dielle, e ditë e bukur në Tuzë, edhe ja kemi prish pak pushimin, edhe ndoshta më dëgju, po unë kam dëshirë me i fol disa fjalë me ju, sepse mosha jonë dhe jeta jonë, që disa që kemi pas për në mend angazhimin tonë, veç jena pishman pse na gjallë. Edhe mallkojmë veten, pse o dasht djemt dhe vajzë të reja me vdek, e na më shpëtu. Se na kemi qenë vinë parë, dhe kena pas dëshirë na më vra. Çdo ditë, jena lutë më vra për lirinë e Kosovës. Nuk kemi qenë trima, po kemi qenë të vendosur. Kështu që e marë sot me folë në Tuzë, në Malsin e Dexholulit, i cili para Vlorës e ka ngrit flamurin në malin e Bratilës, nga Nik Gjelosh Luli, dhe 6 prill 1911, një vit para Vlorës. Flamurin që ka ngrit Gjergj Kastrioti në Kruj me 28 nënor 1443. Domethënë merrni çfarë pauze, edhe çka ka përjetu nga perandoria otomane shqiptarët, populli shqiptar prej asaj kohe e deri te Deqiqi, Tuzi i Dexholulit.
e deri te Vlora Ismail Qemalit e Luç Gorakuqit, e deri te Kosova e Ibrahim Rogos e Adem Jasharit. Është e paspjegueshme. Nuk besoj që popull në Evropë, nashta as në botë, që i ka përjetu edhe ka mbjetu. Edhe sot qëndrojmë vertikalisht, qëndrojmë me krenari dhe qëndrojmë në rrugën tonë për drejtësi, liri, barazi. Barazi. Kjo është thelbi i jetës në tokën e bekume. Ne shqiptarët nuk jena kundër asnjë populli. S'kena shku kur me luftu në Serbi, as me luftu në vende tjera, por jena mbrojt në trojet tona, në trojet e lame me gjak, stërgjyshve tonë, babalarve tonë, për me mujt edhe na me qenë barabartë me popuj tjerë të rajonit, Ballkanit Perëndimor, edhe një ditë me qenë antar të familjes evropiane, antar të NATO-s. Kur zoti Nik Gjeloshaj fitoi pas një koalicioni partive shqiptare komunën e Tuzit, në Tuz, në vitin 1919, me data nuk jem fort me numra, ka marrë, isha ambasador në Shkup, prej ati gëzimi, prej Shkupit ka marrë kryetarin e Lezhës Fran Frokun, edhe kena ardhur me jaurue në Tuz. Sepse ishte një fitore historike. Ishte një fitore shumë e rëndësishme. Ju uroj malit zi, këtij vendi mik, këtij shteti mik, antarësimin në NATO, antarësimin e shpejt edhe në Bashkimin Evropian, sepse një malizi në NATO, një malizi në Bashkimin Evropian është në interes të Kosovës, në interes të paqes në rajon, në interes edhe të shqiptarëve këto në këtë republikë, sepse unë personalisht, unë kam luftë veç me Serbinë. Krejt jetën time, çdo ditë, çdo natë, e sa më ka dalë gjumë, unë kam pas edhe kam luftë me Serbinë. Jo luftë me urrejt, ose në gjumë i gjetën nuk i asish, po luftë politike, luftë diplomatike, luftë njerëzore me i tregu se dhe na duhet me qenë të lirë, sovran dhe të pavarën. Dhe me Serbinë të jemi dy vende fqinje, edhe Serbia me i pranu e akceptu realitetin e rinë Kosovë, me njoftë Kosovën, edhe bashkarisht si dy vende fqinje mu antarësu në Bashkimin Evropian dhe NATO. Ashtu është shpërblimi edhe kërkimfalja ma madhe Serbisë ndaj Kosovës, sepse ka vra mbi afër 2000 fëmijë. 2 ka vra të familjes time në moshën 14 vjeçare. Edhe shumë këtë familjeve në Kosovë. Çdo familje shqiptare edhe në Malzi, edhe në Maqedoni, edhe në Preshevë, edhe kudo që jetojnë në diasporë, ka kontribu në mënyrën e vet për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Liria e Kosovës është e gjithë shqiptarëve, por edhe me zhvetan. Sepse po mos ishin qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO, ne vështirë që do ta kishim lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Generali Clark, që na ka takuar dhe na ka inkuraju kur ishim në Rambuje, me nënshkruar marrëveshjen e Rambujes, tha Miloševići ka thonë në takim se me Kosovën e Bajkallaj se i vras gjithë dhe s'kam problem me Kosovën. Ashtu ka qenë plani. Por ne i kemi thonë, edhe kur na arrestonin, se ai ka me ngordh në Hag, ndërsa na kemi me bo shtetin e lirë, sovran dhe demokratik të Kosovës. Dhe nuk na besonin. Edhe na bom ata. E kryma manetin tonë. Për libër s'kam shkam ju thonë, edhe plot miqtë mi më kanë thonë, to përvoja jetësore, se s'du me fol vetën e parë që kena bo për Kosovën, kena bo ata që kena pas obligim. Kur gjo ma tepër s'kena bo. Edhe kena pas obligim. Edhe me, sikur prindi që ka obligim i rritë fëmin, e tash me dalë prindi mu lëvdu, se unë ju kam dhonë qumsht, i kam ble qumsht fëmive. Si ka hije. Edhe nes nga ka hije me fol
që kena bërë diçka për Kosovën. E kena pas obligim, e kena pas betim, e kena pas mision. Kosova për ne është Bibël edhe Kur'an. Dyja janë libra shajt në Rume. Edhe atëre kena pas obligim i rujt ato. Pjesën e parë kam folë për si ka arë ideja, edhe pse njerëz më kanë qujtë të krisën në Kosovë, që është në regjim në Lëshëvicit po folë për liberalizëm, për demokraci. Por e kam ditë misionin, edhe kam kryer 100% misionin. Pse e kam pas atë ide. Edhe si ka ardhur themelimi, pastaj antarësimet në para luftën na kena qenë antar me drejta plota në grupin e liberalëve të Evropës me sedinë në Bruxelles, edhe në Internacionalin Liberale me sedinë në Londër, bile jam habit një herë kur në kongresin e mojtën në Belfast, nimi delegat e Internacionalës Liberale më kanë zgjedh nënkryetar të Internacionalës Liberale edhe më thonë drejtën vetën kam mendu a janë ta njerëz normal. Një partit vogël, një fshati që gjatë luftë krejt të konë i bom rafsh me tokë. Fshati vogël e bojnë në nënkryetar 120 partive liberale të botës. Ata e bojnë për me respektu Kosovën, me respektu sakrificat tona dhe jam shumë mirë njës, sepse më kanë përkra, edhe nuk ka pas zyrën në botë që ne liberalt që e këna pas të mbyllën. Edhe kur takoja presidentin Rgova shumë shpesh, gjatë luftë kam qenë nënkryetari i Parlamentit Kosovës, jo për funksion, por me pranu një rrezik, qoftë më arrestu, qoftë më vëra. Më theke, më shot Gjergj në Prishtinë. Thesha, pse kryetar, jeni ka bani mrekulli jashtë. Se kur shkojke në takimi, i thëshin, jonë brani një parti liberale, pa ata në ka bojnë, se kur Napoleon Bonaparte, jënë ka bojnë punë të mira jashtë. Edhe unë e kam qenë, në më thonë, i vetë shpallën ministrë jashtë, atër s'kena pas qeveri, edhe bashkë me bashkëpunëtorët e mi, kena bo ata që është dashtë me bo dhe jemi shumë krenar. Edhe kemi ditë si mas lufte, dhe më thonë, se edhe shqiptar më konë, edhe liberal, edhe në balkanik, është e pabesueshme, është e pamundshme. Gjithë shka më nëshë më konë, ashtë të trija është bukur vështirë. Nuk është vështirë më konë shqiptar, po është vështirë dhe më konë liberal shqiptar. Se na nuk kemi liberal ka shpirti. Liberal është më konë tolerant, me respektu njerin, me respektu dhe kundërshtarin. Dhe kur në 2007, presidenti, atër kryeministri Thaçi, thirrim me mëmnu zënës minister, qeveria para, akoma pa shpallë pavarësia Kosovës, i tha, Gjergj ka mënu ty me të shpallë, me mënu e zënës minister. Nas kena punu nga liberal, vetmit në Kosovë që s'kena punu për të ndera, për lek, edhe për grada, e për pozita në liberal. Vetmit në Kosovë, ma e një manë. S'ko vla për jo thamë. Tha ka mënu me të zanës minister punës dhe mirëqenie sociale. U që pyta, kush është minister? Tha Nenad Drashić. Tha shka? Tha Nenad Drashić. Ku më gjithë, thash bashkëkejt, për kejtë shqiptarëve mu më qutë në Nenad Drashić. Dhe një historinë teme, e di tha bunë për ata. Thash pse? Tha sepse kam i thonë botës, na jemi shumë tolerant, zanës ministri deda që ja kanë vrasë, ka pranu me qenë zanës e një ministri sërbë. I ban një shërbim malë Kosovës. Edhe ata në Kosovë mu më njojnë se jam në shërbim në Kosovës, edhe gjithë shka më thonë Kosovë anë i bajë, kur është në interes e Kosovës. Thasha, ban më shkune të jetimat në vendlindje me ju të regu se thujnë mësë është simen në Baca Gjergj, atër mund është ma lezu e emnin. Kam shku i thash qështu, a mësë më keq këptën jo, a përgjigja aty në ka qenë fantastike. Baca Gjergj ty me qullën Beograd, je njësoj si në Tiranë, si në Prishtinë, si në Beograd. është të vërtet. Më thonë, shumë interesant mu. Edhe kam punu aty, edhe ka nërë delegacioni Parlamentit Evropian, enkas prej Bruxellit, me po a është të mundshme, që një shqiptar që Serb ja kanë vëra familjen, prandon më konë të zavën si një ministri Serb, për interes të Kosovës. Edhe, jo në bind, edhe kemi thonë, na jemi këta, se na dim i forti, din edhe me falë.
Se ai se s'fal, ai është njeri shumë i ligë. Ai popull që nuk fal, është popull shumë i ligë. Ai popull që hak merret, është popull shumë i ligë. Aja familje që hak merret që s'din me fal, do të me ditë edhe me fal, atëherë është problem. Edhe unë kam shku në punë, krejt në rregull, ato ndjenjat e mia I kam lënë në shtëpi aty ku duhet, edhe kam shku normal, kena punu, edhe kemi kryer mandatin. Kjo është, këta jemi na. Edhe pjesën e dytë kam përshkruar pjesëmarrjen në Rambuje, luftën biblike dhe heroike të ushtrisë shqiptare të Kosovës, me gabime pa gabime, ka qenë një luftë historike. Se individ pa përvoja, se s'ka qenë ushtri e trajnuar, ushtri se s'ka qenë përpara, se na e kena kryer disa prej nesh shërbimit ushtarake, ka pas rregull, disiplinë, gjitha ato. Ka qenë një ushtri vullnetare, një gueril vullnetare, por që ka bo historinë. Edhe e kanë bo luftën, edhe ju ka bashkan gjithë NATO, e kanë përshkru, se s'po du me folë për librin vetë, edhe pjesën e dytë, atëre pas lufta, jemi marrë me mbledhjen e kufomave, se masin e kanë vra njerëzit, I kanë marrë shumë për tëne I kanë qunë në Serbi, edhe ne ktheshin në qese plastike, në mërdare, në kufi, një 6-7 ka një, ka herë disa pjesë trupit, për më mujtë mi bashku, edhe me mujtë mi bërë I varimet, pa na paku shpikën e lotit, pa u gjunizu asë një minutë. Dhe dishëm se këta trupa, këto eshtra, edhe këta djeme këto vajza, janë themeli I lirisë dhe I pavarësisë Kosovës. Janë nenet e kushtetutës tashme që ndodhi kushtetuta Republikës Kosovës dhe shpallës pavarësisë Kosovës me 17 shkurt 2008. Kosova sot ka sfida, kemi vështirësi, pak jam I mërzitur që po harrojmë me qenë mirënjohës, me qenë falëndërues ndaj Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ndaj NATO-s, ndaj vendeve fëqinje, ndaj shqiptarëve të diasporës, ndaj shqiptarëve të Mauritëzi, shqiptarëve të Maqedonisë, edhe po lazdrohemi, edhe po thojmë jo na s'kem nevojë për asken, na bojmë vetë, kena bo vetë, s'është e vërtetë. Ne kemi bo Shtetin e Kosovës ka qenë projekt Amerikan-Evropian, projekt I NATO-s dhe bashkarisht me gjakun ton edhe me djersën e popullit shqiptar kudo në gjitha trojet. Ne kena bo një Kosovë që duhet të arrujmë sikur sy të ballit. Sot Kosova është në sanksione ndërkombëtare, sot Kosova I ka raportet dialogun strategjik me Amerikën ndërprem. Mos më keq kuptoni me bakon partia liberale me na pason forcë, po mas luftën neve na kanë eliminu, po s'ka problem. Ishim antar Këshillit të Evropës, Kosova ishte antare BE-s, edhe Kosova ishte antare NATO-s, me pa qenë na me na faktorizu me qenë në pushtet. Se kena pas dyrqele, kena pas edhe energjinë e tillna, kena energjinë shumë pozitive. Nuk urrejmë na kërkan. As komunitetin serb, as komunitetin ashkalije, turqe, gjitha komunitetet që ka Kosova, për ne ata janë koloriti I shoqërisë kosovare, dhe kur I dëgjoj sot të fol, zakonisht flasin ata që gjatë para luftës, gjatë luftës nuk kanë qenë në Kosovë, nuk e kanë përjetue vrasjet në Kosovë, edhe tash mundon mi dhënë zërë këshe me përmbush veten ata shka s'kan mujt me bo, kur kon koha me bo. Se trimnia mas lufte nuk ka hishi, nuk është ajo ma trimni. Dhe më thonë. Kështu që kësha pas me përmbyll këtë fjallë edhe me një kërkëm falje që jo ka marrë këtë kohë shumë të shmushme sot, me një thonje të Churchillit, kur e sulmon Gjermania fashiste gjatë luftës dytë botërore Churchillin, I thonë, dele drejtoju kombit. Çka me bo Britanikët? Se na ka sulmu një forcë madhe. Churchilli si Churchilli, një njeri madh, ndër figurat më të mëdha botërore, të kohës, edhe të kaluamës dhe tashmes dhe të ardhmes. Thot populli I dashtën, na ka sulmu një forcë madhe, fuqi e madhe.
kudo që t'jeni në vend punës, mos ju përzihen njëri tjetrit në vend punës. Sikon në Kosovë tash. Do të unë jam kështu, pa ditë deputet ku i shoh, kush është deputet, s'po du me përmend me emra, as jam tendenciöz. Tha më zot një mëjt i vendi. Po, se një mikë thej ke me qenë politika rrymë elektrike, këtë shqiptarët kishin ndekë se këtë mëndojnë se din, edhe i kishin mytë rryma. Edhe Churchilli thot, populli imi dashtën. Kryeni punën e jujt me përgjithësi të lartë. Mësuesi, mjeku, bujku, krejt me përgjithësi të lartë. Dërsa unë thot si kryeministër, juji kam me dhonë djersën, munin, lot dhe gjakun për lirin dhe fitoren e Britanisë Madhe. Ju vllazët e mia, motrat e mia, në Malsi, për Kosovën e keni dhënë edhe gjakun, edhe munin, edhe lot, edhe djersën. Dhe Kosova nuk besoj që vjen shpesh me ju falendëru se harrojmë. Unë kam ardhur edhe sot me pru këtë mesazh të ju, edhe me ju thonë faleminderit shumë për kontributin që keni bo, edhe që po bani për lirinë, pavarësinë, shtetin dhe të ardhmen e Kosovës. Zoti ju bekoft, Zoti ju bekoft Malsinë dhe Zoti ju bekoft familjet e juaja. Faleminderit shumë. Zoti Dedaj, faleminderit që ju keni ndarë kohën tuaj me ne dhe keni ardhur sot këtu të promovoni librin. Shpresoj se të gjithë juve sa do pak jeni provokuar dhe do ta lexoni librin. Tani në emër të organizatorit ju ftoj në një koktel. Faleminderit për pjesëmarrjen dhe mirupafshim në promovime tjera. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi. Ai, Andrei,